nuk provon asgjë të re. I tredhuri i tre lindave përbindshë, palloshi siç e thot Balluku, ka bërë monologjet e një njeriu të bjerë nga ana mendore dhe nuk e kupton që është shkatruar në arenën ndërkombëtare. Ekzekutimi i tij politik ka marrë fund. Të gjithë ambasadat e huaja në Shqipëri raportojnë çdo ditë realitetin dhe rrezikun që ai vend mund të kthehet në vatër destabilizimi për Ballkanin, me një çmendur si Rama, i cili sipas propozimit të kongresmenit Wilson duhet hetohet nga CIA, DEA dhe FBI për lidhjet me trafiqet dhe shtypjen e opozitës. Kanë filluar dhe deputet Bashkimit Evropian që po nxjerrin miliona e milionat e dollarëve të pastruar nga familjarët e tij. Spaku s'ka pse fle. Natyrisht që në Spak Rama ka njerëz të tij, sepse ndryshe të paktën familjarët e tij duhet ishin arrestuar me kohë. A keni parë se sa mizor dhe antinjerëzor është me dhunën e përdorur ndaj protestuesve të parlamentit, me gaz lëtësillës, me spraj ariu? Filmoni ato fotografoni ato fytyra provinciale të policisë, ata që drejtojnë këtë dhunë, pra pa prangave edhe ata me Ramën. Natyrisht që ai e kupton që ajo rini nuk tërhiqet. Një regjim që ka 13 vite nuk ikën për 13 ditë. Por gjarprit i duhet prerë kokë. Mos e falni. Tërhiqeni zvarr. Burgu është shumë pak për të. Ai meriton më tepër.